Unë e kam jetu në Gërbet, bi 30 vite, e kam lënë, shoki familjes. Një vajzë bile, çdo herë më thëke, babi po na mund gënë, babi po na mund gënë. Gabimi që s'ja foli vetës, shkaki që e kam dalë në Gërbet. Rruga minimale atë janë 1500 euro. Me standardja kemi më rrinë Evropës, atje merret 5000 franga rruga, kurse këtu është 500 euro. A për bë njërin t'lumë të raveç për asë gjithë problemat? Parja nuk bën t'lumt. Familja të bën t'lumt. Unë e kam jetu në Gërbet, bi 30 vite. A e ke lënë tasha? E kam lënë. A? Pse? Po pak shkoki shëndetit edhe shkoki familjes. Apo familje ke qenë? Familjen e kum postu. Ke pas të ke Po. qenë larg familjes? Larg familjes çdo herë. A mujtë me bu diçka për këtu 30 vite që ke në Gërbet? Kam bon, mjaft kam bon, po shoki që larg gruës, larg fëmijëve, shkoki një vajzë bile çdo herë më thëke, babi po na mund gënë, babi po na mund gënë. Edhe për atë arsye kam vendosur mua nuk Me thyti. i marrë me vete atje? Kam mendu, po çdo herë diçysh më ka shty fati për mos më marr, shoki i punës atje. Jo i sigurt, e kështu që i kam lënë këtu. Qysh mujtë me nej 30 vite? E, Të natë malë. pa tjetër, ku mujtë me nejtë, se tregova shkoki i rastit në familje, mine vllavët i kom pas këtu, tani një rrugë e vogël, të ndërtu shtëpi, të jetu vetë atje, kështu që Pa që ta bëj këtë pytje, po me qenë se 30 vite ke jetu atje, atë pa të ka shku mendja martu, sa të kanë thonë njerëz martë, mërë gjeni një grupë të mas 30 vite atje në Gjermongë. Gjermongë atë atje janë? ja, Shujnë? ja. As njerë, as për letra, as për... Ja. Para se mu martu me këto, kur ka ndodhë rasti, ku më nduhe mu martu atje, po ato jashtë atje ku më kuptu që krijojnë një familje të vogël edhe ndahen. Që shenë Gjermongë katë? Gjermonkat jo, po Mëre jo së të huja atë atje. Zvicër, po. Në Itali, Zvicër, Gjermani, krejt ato mendojnë me bo një fëmijë dhe mas andejna mu largue. Nuk ke familje të sigur që me E atje Kosovë. a punojshë të shqiptare, atë i uje. Ja. Kam punu edhe në Zvicër, kam punu të shqiptar, po mas andej kam kalu me një firmë tjetër zvicrane. Shqiptar të rega. Ma mirë mos Hajde të tri fjallë, që shja? mos me tregue. Sa? Lama? Me tregu. A bujmë pa drejtësi, se kom të gjuhë edhe prej njerëzve tjerë që thujnë i këshu mbyll bizneset shqiptare atje krejt edhe s'kësha lënë konë shef shqiptare. Po qashtu, se ata mendojnë që veç ata do të me fitu në ju. Edhe shpesherë kam rarë në konflikt me ato që edhe ne kemi familje si ti, ne do të me jetu si ti. Po nuk banë këtu gjana me bon. Ato që ata premtojnë, do të me mboj. Po jo tani me mashtrime. Sa arishe me nëzirë fund të mujet, kur punojsh atje? Si? Sa arishe me fitu në fund të mujet? Sa ke punu atje, s'ta s'ka ke ma? është segreta ja, nuk s'ka nevojë me Shifra ke segrete, a? A? Shifra Po segrete. jo, po nuk është Okej, ja. nuk Cili është gabime që s'ja fol vetës, deri më këtë pikë tash? gabimi që s'ja foli vetës, po tash vi në kundërshtim me vetveten. Hajde, pse? Shkaki që kam dalë në Gërbet. Po atëherë kanë rrethona tjera. S'ka pas mundësi pune. Tu shku situata si çdo herë tu keqësue, drejt luftës. E tash po tham që aja. Po këta tash ta tritun po çuditna pse po mendojnë me dalë jashtë. Po mendojnë që vi prejse me para. Po nuk ka puna me parë, po ta janë përmisu kushtet të. Ku jemi martu ne, grati kena pas pa shkollë. Sot gjitha punojnë. Gjitha vojzat në për apshe, restorane, në për marketet, gjitha punojnë. 2 vetë, si të punojnë këtu, nuk mi adolë. Nështë ta problem me ndërtu një shtëpi ose një banesë me ble, po është problemi që edhe në perëndim kërkush pare të gatshmësia, çdo herë me kredia, këtë bota a zhvillu me kredi, edhe këtu. E merë një në rrogë, mundet shpenzime, tjetra me milok këto kështet aqë.
E gjitha atë balancën. E am trega në momentin kur e vendosë se më kthi për Kosovë përfundimisht. Qysh ndodhe që the po kthena dhe po shkru ma pak. Tregova unë që rasti i familjes, shkoki i familjes. Vajzat e mia, babi, po na mund gënë atë, s'është ajo pare që më A ke duhet. besu vetës që s'ki me shku mo? Talmës nuk i ditë se edhe i herë kam shu para 10 viteve, jam kthy prapë, po me një mendje, tash besoj që mo nuk kthejna. Se tash edhe pak e duhet me prit, ko gjë shumë, po për pension. Po besoj që një pension ja vlen mes. Po ku ke fjalla për të rritë, pse tash të dalin jashtë, unë pa habitna. Për një jetë ma të mirë. S'ka jetë atje, në ka Roma. Këtu të shon jeta. Ne kemi vendosë me hynë Evropë, apo? Tash, si në Austri, si në Gjermani, si në Itali, si në Francë, një rrogosht. Edhe këtu, ka mu bo e njëjta. Rruga minimale atë janë 1500 euro. Të punë që ka më bo qaqa? Ti mund është mi bo 300 orë, 200 orë mujtë. Mirë, po rruga minimale që ajo. Me standardja kemi më rrinë Evropë, se ma shumë janë gjonat ushqimore këtu se në Zvicër. Atje merret 5.000 franga rroga, kurse këtu është 500 euro. Po do të me pritë edhe pak, edhe që të rroga, sukur Kroacia për shembull. Tash i ka bon edhe standardet 1300 euro, 1100 s'ja vlen. Dhe me thonë që në Evropë, ku dush, ku e gjonë vetin, ama një rrugë ka me qenë, e njëjta. E tash unë po habitna pse dalin këta. Po të kanë që për provu pak e po kthejen tane. Aja, është mas mirë. Falenderoj shumë për kohën që ndajmë. Është mirë, faleminderit. Si në Austri, si në Gjermani, si në Itali, si në Francë, një rrogosht. Edhe këtu, ka mu bo e njëjta. Rruga minimale atë janë 1500 euro. Të punë që ka më bo qaqa? Ti mund është mi bo 300 orë, 200 orë mujtë. Mirë, po rruga minimale që ajo. Me standardja kemi më rrinë Evropë, se ma shumë janë gjonat ushqimore këtu se në Zvicër. Atje merret 5.000 franga rroga, kurse këtu është 500 euro. Po do të me pritë edhe pak, edhe që të rroga, sukur Kroacia për shembull. Tash i ka bon edhe standardet 1300 euro, 1100 s'ja vlen. Dhe me thonë që në Evropë, ku dush, ku e gjonë vetin, ama një rrugë ka me qenë, e njëjta. E tash unë po habitna pse dalin këta. Po të kanë që për provu pak e po kthejen tane. Aja, është mas mirë. Falenderoj shumë për kohën që ndajmë. Është mirë, faleminderit.